Të nderuar vëllezër besimtar, të gjitha gjunat, mëkatet janë të këqija. Të gjitha shkeljet që njeriu i bën karshi Zotit të tij janë të urryra, janë të rënda dhe janë me pasoja. Por janë disa prej gjunave, dashur vëllezër besimtar, për cilat profeti alayhi salatu wassalam ka paralajmëru një dënim të madh ditën e gjykimit. Një dënim që asnjë prej besimtarëve s'ka dëshirë me qenë njëri prej atyre që Allahu azza wa jalla ose profeti i tij i ka kërcënuar në këtë mënyrë. Por fatkeqësisht të dashur vëllezër, në kohën tonë, për shkak të dobësimit të imanit, për shkak të përhapjes së mëkateve dhe të haramit, ndoshta shumë besimtarë dhe besimtare me veprat të tyre, me mëkatet të tyre, me vetëdije dhe pa vetëdije, futen në këtë kërcënim, në këtë hadith, i cili është hadith rëndësishëm. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kullu ummati mu'afa, krejt ummeti im do të falen, janë të falur. Ka mundësi që Zoti më afal gjunat. Krejt. Kështu po paralajmëron profeti dhe kjo është përgëzim. Pavarësisht mëkateve dhe gjunaheve që i bën njeriu, është në rahmetin Allahut azza wa jall dhe ka mundësi që Zoti më fal, por e ka përjashtruar nga kjo falje një kategori të njerëzve që bojnë gjunahe. Kullu ummeti mu'afa, krejt ummeti im kanë mundësi më falë, pra mi mëshiru Allahu azza wa jall, janë potencial sepse mëshira Allahut azza wa jall është e madhe. Mëshira Allahut është e madhe. Por janë disa mëkate për shkak që hidhërojnë Allahun azza wa jall, nuk futen në këtë hadith. Andaj pjesa e dytë e hadithit thot illa al-mujahirin, krejt ummeti im do të falen përveç atyre që bojnë mëkate haptazi. Jemi njerëz dhe ka bojmë gjënohe, bojmë mëkate, bojmë shime në vetdije, pa vetdije, ditën dhe natën. Por atrimin që bën gjënohe publikisht, madje në pjesën në fundit të hadithit, hadithi shkon edhe për te kësaj, duke përmend një mënyrë të shpjegimit të këtij hadithi, illa al-mujahirin, përveç atyre që bojnë mëkate publikisht, përveç atyre cilët e sfidojnë mëshirën e Allahut dhe forcën e tij, përveç atyre cilët i në përkëmbin urdhrat dhe ndalesat e tij. Po të jetë male, po të jetë turp,
me dalë në rrugët tona sot në ditët verës. Po të vjen marrë, turprohesh edhe ti si besimtar dhe si hoxh dhe si haxhi, turprohesh nga ajo që po sheh prej besimtarëve dhe prej besimtarëve në veçanti. Kjo vesh, as me fe, as me tradit, as me kultur. Kjo vesh të shudëzër, që është duke u përhap me të madhe në shoqëri. Kjo lakurisi, kjo është veshje që po ndodh në shoqëri. Prej vajzave, prej grave, madje prej grave të mëshuar. Me dojë publikisht. Me teshta që dikur ishte turp dhe marrë me nejt para burrit, e jo para babës, e jo para vllaut. S'ka pas mundësi. Teshta që sot po i veshin gratë në qytet, në market, në qendra tregtare, në shkollë, e kudo, në autobus, para 20 viteve nuk i kanë vesh as në dhomat e tyre. U kanë barre, u kanë turp, me të pa babajt, me të pa vllajt, me të pa fëmijët, që ndoshta një pjesë të trupit e ka halal me pa. Kuna me thonë që na jena musliman 96%. Qysh me thonë dikujna që na jena 96% musliman? Illa al-mujahirin. Mbane men të hadith. Gjithë do t'i falë Allah Azza wa Jall. Përveç atyre që haptazi bojnë mëkat dhe krënohen me mëkat. Dhe shiten edhe shesin moda me mëkat dhe mundohen me kallëzu atë që Allahu i ka obligu me mbulu. Thot profeti alayhis salam, el-hayahu min al-iman. Turpi është pjesë e imanit. Turpi është pjesë e imanit. E nëse humbet turpi, nëse humbet marja, atëherë kjo tregon se imani është dobësu, është zvoglu, mos me thonë është tret krejt. E këto është fillimi dashur vëllezër i një rreziku të madh që profeti alayhis salam ka pranuar duke thonë idha ma tastahidhan, thot prej fjalëve të profetëve të mëhershëm që është trashëgu fjalë urtë e profetëve që është trashëgu brez pas brezi. Fjalë pejgamberëve mas pejgamberëve. Nëse nuk ke turp dhe pro çka dush, pra kur humbet turpi, atëherë është rrezik që njeriu me deviju dhe me rrugën e drejtë me lëshu dhe prej ahmetit Allahut Azza wa Jalla dhe udhëzimit e tij mu largu. Është vëllezër, të gjithë jemi gabimtar, të gjithë jemi gjunahçar, të gjithë mëkatojmë, por më krenu me gjuna, mi publiku me katët, me dorë dhe me sfidu ndalesat Allahut publikisht prej besimtarve, kjo nuk ka qenë traditën tonë, as vendin tonë, as kulturën tonë, e nuk përflas për fenë tonë islam. Andaj dashur vëllezër, derisa nuk është bë vonë pasojat e këtij mëkatit të madh brenda në familje dhe në shoqëri,
dhe që kanë fillu shkurërzime që nuk mbohen mend, janë duke ndodhë me qindra shkurërzime brenda mujt, probleme familjare, dhunë familje dhe probleme tjera të mëdha që po ndodhin në shoqëri dhe në familje, s'ka dyshim se jënë si rezultat i mëkateve, i shkeljes së rregullave që Allahu i ka parapa për funksionimin e shëndosh të jetës dhe të shoqërisë dhe të familjes. Folni fëmijëve, vajzave, djemë, edhe kur janë fëmijë, edukoni që të vishën, që shiko hije, mundohuni me arrujt marrën, sepse kur ti humbet marrë edhe turpi bëhet vonë pastaj. Allahu na përmirësoj gjendjen e Rabbul Alamin. Allahu na zgjodh në rrugën e drejtë. Allahu zgjodh të besimtarë burra dhe gra, djemë dhe vajza. Allahu na ruaj të gjitha mëkateve, atyre të mëshirta dhe publike, të vogla dhe të mëdha, në veçanti për atyre që dohen publikisht, e që Allah Azza wa Jall hidhrohet shumë dhe ka kërcënuar me këtë dënim të madh. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.